Ju keni punuar dit e natë për atë që ju besoni, se ne mund të ndërtojmë bashkërisht në Kosovë për ëndrën e një shteti të zhvilluar që mund të siguroj zhvillim dhe jetë më të mirë për qytetarët tanë. Ky është premtimi për ju, se unë dhe ekipa ime do të punoj ditë dhe natë për të jetësuar këtë. Se bashku ne do ta realizojmë, do ta jetësojmë misionin e ri. Kosova ka nevoj për ju. Kosova ka nevoj të qëndroj e bashkuar, dhe punoj e bashkuar. Ne kemi nevoj për çdo të ri, të gatshëm, për të nisur një biznes. Ne kemi nevoj për çdo grua që besoj se ka. Po të nisur të kemi për të kohë të Ne kemi nevoj për çdo problem që dëshiron të maksimalizojë potencialin e Kosovës. Tani, ne do të realizojmë premtimet tona. Nesër nga mëngjesi, jemi në krye të obligimeve tona kushtetuese të ligjore. Qytetarët e Republikës së Kosovës, kudo që jeni, unë ju ftoj që të festoni me dignitet të lartë. Ju ftoj të bashkoheni sikur më parë dhe nga nesër, ne bashkarisht fillojmë zbatimin e misionit të ri